Para disa ditësh, kamera e televizionit Apollon ishte në lagjen Guri Bardh, në rrugën Kol Hoxholli, ku rreth 30 familje po përballen me mungesën e kontinierëve për hedhjen e mbeturinave. Vendi i përcaktuar për mbetjet, i cili është në përdorim prej 40 vitesh, ka mbetur bosh prej 3 muajsh, duke detyruar banorët të hedhin mbeturinat në mënyrë të parregullt në vende të ndryshme. Banorët të shqetësuar nga kjo situatë kanë kërkuar zgjidhje pranë bashkisë Dimal dhe drejtuesit të qytetit Uravaj Kurore zotit Albano Koro, por pavarësisht ankesave të tyre, problemi vijon të mbetet i pazgjitur. Pas një vëzhgimi të dytë mbi këtë çështje, rezulton se situata është ende e njëjtë dhe asnjë mas nuk është marrë nga institucionet përgjegjëse. Banorët, të cilët paguajnë rregullisht taksat, ndihen të neglizhuar nga pushteti vendor duke u detyruar të bashkëjetojnë me mbeturinat. Ndërkohë, në dokumentet e bashkisë Dimal, vendotja e kontinierit figuron ende si e rregullt, por në realitet ai mungon. Familjet e lagjes Guri Bardh vijnë të presin një zgjidhje konkrete për këtë problem që i ka prekur prej muajsh.